Mirëdita dhe mirë se vini në këtë intervistë ekskluzive. Sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me një person të veçantë, zonjën Suzana Jakupi Kurbadović. Sot ajo do të ndajë me ne mendimet e saj rreth festës së 7 marsit, gjithashtu edhe përjetimin e saj në fushën e arsimit. Suzana Jakupi Kurbadović, drejtoresha e shkollës 25 Maji, me një përvojë të gjatë në këtë shkollë, ajo ka luajtur një rol kyç në zhvillimin e arsimit, përmirësimin e organizatës e shumë tjerë. Sot do të kemi mundësinë që të dëgjojmë mendimet e saj rreth kësaj shkolle. Pa humbur më shumë kohë, le të fillojmë bisedën tonë. Në fillim, drejtoresh, faleminderit që pranove të jesh me ne sot. Për të nisur, na tregoni pak më shumë rreth vetes tuaj dhe rrugëtimit tuaj në fushën e arsimit. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam shumë e lumtur që ish nxënëset e mia, do me thonë më bëj një intervistë të them kështu në një nivel të lartë profesional. Që keni ndako, sidomos jeni kujtuar në këtë ditë të veçantë, do me thonë për 7 mars, ditën e mësuesit, ta realizoni pjesën e projektit tuaj, respektivisht intervistën me mua. Faleminderit shumë edhe ty. Ju faleminderit shumë. Unë jam një kohë më të gjatë si mësimdhënës e grupit klasor në shkollën fillore komunale 25 Maj në komunën e Gazibabës. Veceki prap kom qenë mësuesja e juaj deri në klasën e 5, ju dua shumë vajza. Edhe ne ju duam shumë. Ju faleminderit shumë. Unë do të kisha filluar këtë intervistë, do me thonë, ku çdo herë kam thënë dhe prap e them dhe prap do ta them se profesioni mësimdhënës, mësues, arsimtar, profesor, pa marrë parasysh, është një profesion i shenjtë. Do me thonë gjithçka që ka të bëj me arsimin, sidomos me nxënësit ku hapat e parë në jetën e tyre, në shkollimin e tyre, i marrin pikërisht nga ne, nga duart e tona, ju rriteni në duart tona, ju jeni pjesë e ynja, do me thonë e çdo herë ju kujtojmë juve. Arsimi ka shumë sfida, ju ende jeni të rinj, shpresoj në të ardhmen edhe juve të studioni dhe një drejtim arsimor, apo e them, është një drejtim i shenjtë, sepse ne u tregojmë rrugën drejt të ardhmes. Faleminderit shumë, edhe ne jemi shumë krenare në fillim për ty, që mësuesja jon është tani edhe drejtoresha e shkollës. Cilat kanë qenë në sfidat më të mëdha të hapës të parë të karrierës tuaj? Çdo herë kam pas sfida, që nga dita e parë. Mirë, po duke krahasuar lumturinë time, që kam qenë aq e lumtur, do me thonë, kur kam hyrë në mesin e nxënësve që nga dita e parë, deri më sot unë e kam të njëjtën ndjenjë. Kur hy sidomos në oborin e shkollës, në shkollë brenda, do me thonë, çdo herë kam një ndjenjë shumë pozitive pa marrë parasysh. Ndoshta edhe ka qenë pikërisht ajo që i kam të kaluar të gjithë sfidat. Duhet punë, duhet çdo herë të jemi në hap me kohën, sepse arsimi ndryshon. Pse ndryshon arsimi, nxënës të dashur? Sepse ndryshoni ju, ndryshojnë gjeneratat. Çdo herë ju kërkoni diçka më tepër e më tepër. Si ka qenë për ju koha kur punonit si mësuese dhe si e menaxhonit atë? Kur kam qenë si mësuese, sikur që thash, kam pas një kënaqësi shumë të madhe të jem në mesin e nxënësve. Do me thonë, sfidën më të madhe unë e kam pas në klasën e dytë, dua të them, klasën e parë ose klasën e dytë, ku veç filloni ju, do me thonë, të hyni në atë botën e shkrim leximit. Kuptoni, në kapitullin tuaj të ri të jetës tuaj, do me thonë, hapërimet e para në shkollim, normal se ajo ka qenë një sfidë pak më e madhe. Ndërsa kur kemi të kaluar së bashku atë sfidë normal me mundin tuaj, si ju keni qenë nxënës të mirë, e kam pas shumë lehtë. Çdo herë kam pas shumë dëshirë të realizoj projekte të ndryshme me juve, ju keni qenë të vegjël, ndoshta ju kam mundu pak më tepër, do me thonë, ju e dini përmes adresave elektronike, ju kam shti që të bëni projekte të ndryshme, të mi dërgoni, e dini pse?
sepse për atë qëllim dhe ju jeni sot këtu me një koordinatore të mrekullueshme, mësuesën Teuta Haska, e cila do me thonë vazhdon të njëjtin rrugëtim përmes realizimit të projekteve të ndryshme, thash se kokrat ndryshojnë. Ju çdo herë kërkoni diçka më tepër e më tepër. Dhe ajo diçka më tepër çdo herë shkon nga jo vetëm nga ajo të cilat janë të parapara në plan program, që ne duhet ja u shpjegojmë juve, sipas asaj që e planifikojmë. T'ju tregoj, jeni të vegjël, ne punojmë sipas plan programit. Mirë, po çdo herë ju keni pas dëshirë, do me thonë para juve të ushtrohet diçka më tepër. Çdo herë keni nxënësit janë kulumtues, kërkojnë diçka më tepër, kërkojnë eksperimente të ndryshme, eksplorime të ndryshme. Kështu që shpresoj që ja kam marrë. Faleminderit shumë. Cilat janë ndryshimet kryesore midis të qenit mësuese dhe të qenit drejtoresh? Pyetje interesante shumë sepse ka dallime të jesh mësuese dhe të jesh drejtoresh. Secila ka peshën e vet. Të jesh mësuese është një ndjenjë shumë e mirë sepse kam qenë në mesin e nxënësve, në mesin e fëmijëve, normal se menaxhimi ka qenë më i lehtë, sidomos ju kur keni qenë nxënës. Kur jeni nxënës shumë të mirë dua të them dhe mua më është lehtësuar puna shumë. Kënaqësi kam qenë shumë e lumtur. Të qeni drejtoreshe është mirë, pse jo, është një post, të them, sfidues. Unë jam drejtoresh fatmirësisht në shkollën ku dhe kam punuar, do me thënë në mesin e kolektivit, kur kam qenë edhe mësuese, të jesh drejtoresh është pak më sfiduese, sidomos resurset njerëzore është pjesë shumë e vështirë. Të qenit mësuese ka kënaqësitë e veta. Cili është aspekti më i vështirë i menaxhimit të një shkolle? Sikur që e ceka pak më parë, aspekti më i vështirë i menaxhimit të një shkolle është aspekti i menaxhimit të resurseve njerëzore. Faleminderit. Cilat janë planet tuaja për të ardhmen në këtë shkollë? Çdo neve kemi plane, normal se çdo herë kur fillon një rrugtim ke një moto, çdo herë motoja ime ka qenë që të jemi në hap me kohën. Do me thënë, asnjëherë mos të ndalemi duke ndjekur kohën, duke ndjekur inovacionet në arsim, duke realizuar projekte të ndryshme ku ju jeni një pjesë e projektit, do me thënë të klubit mediatik, edhe ky është një projekt. Kam kënaqësi, ti kam çdo herë të punësuarit afër, të bashkëpunoj me të punësuarit, të marr mendime, ide nga të punësuarit, pse jo, s'do të thotë që unë duhet t'i bëj të gjithë menaxhimet e shkollës, të jemi çdo herë unik dhe të t'i kalojmë të gjitha sfidat, barierat, të cilat na paraqiten përpara, mirë po vetëm nëse jemi të një zërit. Çfarë simbolizon për ju 7-8 marsi? 7-8 marsi janë festa shumë të rëndësishme, sidomos 7 marsi. Çfarë simbolizon për ju 7-8 marsi? 7-8 marsi janë festa shumë të bukura. 8 marsi është festa ndërkombëtare e gruas, ndërsa 7 marsi është një festë pak më veçantë sepse është dita e mësuesit shqiptar, ku ne e festojmë me shumë krenari, i kushtojmë shumë rëndësi, gjithashtu dhe për hir të kësaj feste ne çdo herë organizojmë programe të ndryshme, do me thënë është festë madhështore për të gjithë mësuesit shqiptar. Çfarë mesazhi do të dëshironi t'u jepni mësuesve, nxënësve dhe prindërve në këtë ditë të mësuesve dhe ditën ndërkombëtare të gruas? E tani unë do ta lexoj mesazhin që postova në grupin, do me thënë të mësimdhënësve të shkollës, të nderuar. Në këtë ditë të shënuar 7 marsin, ditën e mësuesit, ju shpreh mirënjohjen më të thellë për përkushtimin, durimin dhe dashurinë që tregoni çdo ditë në edukimin e brezave të rinj. Roli juaj fisnik ndriçon rrugën e dijes dhe shpresës, duke formuar të ardhmen e shoqërisë sonë. Ju uroj shëndet, suksese dhe qëndrim të palëkundur në misionin tuaj fisnik. Gëzuar ditën e mësuesit me moton. Në çdo festë ne kemi edhe moton e shkollës, mësuesit, ndriquesit e rrugës drejt dijes dhe përparimit. Ndërsa
gëzuar 8 marsin, të gjithë nënave, gjysheve, të gjithë femrave anë mban, dhe këtu kemi një moto për gruan, forca e gruas, frymëzim për brezat e ardhshme. Ju falenderoj. Ju falenderojmë për kohën tuaj dhe për mendimet e vjera që ndat me ne sot. Ishte një kënaqësi ta dëgjonim rrëfimin tuaj dhe vizionin për të ardhmen e shkollës. Faleminderit që gjithmonë je aty për ne dhe je shumë, na ke ndihmuar shumë. Gjithashtu dhe neve dhe shkollës. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që ndatë kohë, kënaqësia më e madhe ishte imja, që isha pjesë e intervistës tuaj, mos hezitoni, urdhnoni çdo herë që keni nevojë. Ne jemi këtu për ju. Faleminderit shumë. Kjo bisedë të ketë të qenë frymëzuese dhe informuese për të gjithë ju. Ju urojmë një 7 mars dhe 8 mars të gëzuar, duke vlerësuar punën e palodhur të mësuesve dhe forcën e grave. Faleminderit që ishit me ne dhe shihemi në intervistat e ardhshme.